Dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mbrëmsorën e dytë, java e 30 gjatë vitit liturgjik C, e diel, psalmet të marra nga java e dytë e psalterit. O hymë eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lëvdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë trinia lumnueshme dhe një nia kryesore, tani dielli zjarr tërhiqet, derdhe ndër zemra dritën. Në mëngjes me këngë të lavdëve, e në mbrëmje ty të lutemi, lumnia jon ty lutse, lavdëroft në përgjith shekuj. Krishtin dhe Atin lusim, të Krishtit dhe të Atit shpirtin, trinie e fuqishme së bashku, për gjitha ndjes të lutemi. Amen. Antifona e parë. Meshtar për amshim është Krishti Zot. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. Duhet që ai të mbretroj, derisa t'i vërë në këmbët e tij të gjithë armiqt e tij. Nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15, rreshti 25. I tha Zoti i Zotit tim, rinë të djathtën time derisa t'i vërë miqt e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrijë nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet, në ditën e fuqisate, në shkëlqime të shenjta, nga krarori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti ju përbetua, asesi do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhëtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lëvdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Meshtar për amshim është Krishti Zot. Aleluja. Antifona e dytë. Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Psalmi 115. Lavdi të vetmit hyj të vërtet. Ju kthyet ka hyjin nga idhuj që t'i shërbeni hyj të gjallë e të vërtet. Nga letra e parë drejtuar Selanikasve. Kapitulli parë, rreshti 9. Jo neve o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi. Përnder të mëshirës sate e të besnikërisë sate. Pse të thonë paganët, ky është hyji i tyre. Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka i pëlqen. Idhujt e paganëve janë argjend dhe ar. Prodhemi dorës së njereut. Gojë kanë e nuk flasin. Sy kanë e nuk shohin. Vesh kanë e nuk dëgjojnë. Hund kanë e nuk nuhasin. Duar kanë e nuk prekin, këmbë kanë e nuk ecin. Zën nuk qesin prej gurmazit të tyre. Të tillë qofshin ata që i punojnë. Të gjitha ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Shtëpia e Aronit shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Kush e druan Zotin, në Zotin shpreson. Ai është ndihma e mburoja e tij. Zoti t'i bie ndërmend për ne e do të na bekoj.
do ta bekoj shtëpinë e Izraelit. Do ta bekoj shtëpinë e Aronit, Do t'i bekoj të gjithë ata që e druajnë Zotin. si të vezlit ashtu të mëdhenjt. Bëft Zoti u shumofshi. Ju vet e fëmijët tuaj, Ju bekoft Zoti. krijuesi i qiellit e i tokës, Qielli është qielli i Zotit. kurse tokën u adhurojnë njerëzve. Jo, nuk janë të vdekurit që të lavdërojnë o Zot, Dhe asnjë prej atyre që zbresin në heshtim. por ne që jetojmë, ne e bekojmë Zotin. Tani e përgjithmonë e jetës, Levdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Antifona 3. Shërbëtor të Zotit të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e Tij. Aleluja. Kënga krahasos Zbulesën kapitullin 19, rreshtat 1 deri në 7. Dasma e qengjit. Aleluja. Shërbim, lavdi dhe pushtet hyj jeton. Aleluja, sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e Tij. Aleluja, të gjithë ju që droni, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja, mbretëron Zoti. Aleluja, hyi ynë i gjithë pushtetshëm. Aleluja, le të galtojmë e të brorasim. Aleluja, dhe të japim lavdi atij. Aleluja, sepse erdhi tasma qengjit. Aleluja, gati është nusja e tij. Levdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shërbëtor të Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e Tij. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e 2 drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, rreshtat 13-14. Neve na duhet t'i falenderojmë gjithmonë hyjit për ju, vëllezër të dashur prej Zotit, sepse hyji ju zgjodhe qysh prej fillimit për shëlbim që fitohet me anë të veprës shtruese të Shpirtit Shenjtë dhe të fesë së vërtetë, në të cilën ju grishim me anë të Ungjillit ton, që ta fitoni lumturinë e Zotit ton, Jezu Krishtit. Përgjigje e shkurtër. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e Tij. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Urtia e Tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e tij. Levdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Targa mbledh si u kthye në shtëpi i shfaqsuar. Kushdo krenohet do të përvujtrohet, ndërsa kush përvujtrohet do të lartësohet. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvojt, qëse që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i tij, Mëshira e Tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrezoj princat prej froneve të tyre. e i lartësoj të përvojturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet. duke e sjellë në mend mëshirën,
si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lefti atit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Targambledhsi u kthye në shtëpi i shfaqsuar, kushdo krenohet do të përvojtrohet, ndërsa kush përvojtrohet do të lartësohet. Lutjet e besimtarve. Lavdi Krishti që jeton në amshim dhe ndërmjetëson për shëlbimin e atyre që në emër të tij i afrohen atit. Të frymzuar nga kjo shpresë, t'i drejtohemi shëlbuesit ton. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. O Jezus, gjeli i drejtësisë, në perëndim të gjellit po të lutemi për të gjithë njerëzit në botë. Le të gëzojnë përgjithmonë ty gjellit që kur nuk perëndon. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Ruaje beslidhjen të cilën e ke vullosur me gjakun tënd hynor, dhe shëntroje kishën tënde, që të jetë e papërlyer. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Le të bjerë në mend, o Zot, për bashkësinë që të është kushtuar ty. Le të jetë ajo banesa e lavdisate. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Në rrugën e paqes dhe të lumturisë, drejtoj të gjithë udhëtarët, që shëndosh e mirë t'ja arrin caku të dëshiruar. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Pranoj, o Zot, shpirtrat e të vdekurve, jepu pushimin, faljen e mëkateve dhe jetën e amshuar. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Aty ynë që e në qelë u shëndroft e mryt, artë mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qelë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe amshuar, shtoje në ne fen, shpresën e dashurin, dhe për të fituar çka na premton, bëj të duam çka na urdhron. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me ju lutëm brëmësorën e javës së 30 të vitit liturgjik C e të kësaj të diele. Juftoj të vazhdoni të shoqërojeni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës, një zej krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.